Që të jesh antari PD-s, apo antari kryesisë së saj, siç është edhe Saliani, ti e ke të ndaluar të heqësh dorë nga dashuria për Sali Berishën dhe besnikëria ndaj tij. E ke të ndaluar të mendosh se ai është plakur edhe kur shkon 82 vjeç. E ke të ndaluar të mendosh se ai ka rrjedhur edhe kur i thot këmbës dorë në publik. E ke të ndaluar t'i thuash që është hajdut edhe kur akuzohet me fakte për korrupsion madhor, qoftë edhe nga SBA apo Britania e Madhe, duke u shpallur non grata. E ke të ndaluar të mendosh se ai është vrasës edhe kur vret në mes të bulevardit. E ke të ndaluar të mendosh se ai e ka Partinë Demokratike një pronë private, edhe kur shikon që ti duhet të kesh bekimin e djalit dhe vajzës së tij për të bërë karrierë në PD. E ke të ndaluar të mendosh se ai mban afër idiot si Flamur Noka, për të ignoruar çdo kënd që është njeri, qoftë edhe intelekt mesatar. E ke të ndaluar të mendosh se ai nuk është i interesuar të fitojë pushtetin, por të përdorë PD-n si imunitet ndaj akuzave të mundshme penale, e kështu me radhë.